Një ngjarje kriminale është regjistruar mbrëmjen e së martës në Shijak, ku një i ri mbeti plagosur rënë me armë zjarri pas një konflikti për motive xhelozie. Sipas burimeve nga grupi hetimor, i plagosuri është Denis Shumani, ndërsa autor të dyshuar janë Dorian Fera dhe kushëriri i tij Indrit Fera. Hetimet paraprake tregojnë se shkak i konfliktit ka qenë ngacmim i vazhdueshëm që Shumani i bënte të dashurës së Dorian Ferës. Në momentin e ngjarjes, Fera ndodhej në një lokal në shoqërinë e një vajze e cila po merrte vazhdimisht mesazhe nga i plagosuri. Ajo i kishte fshirë mesazhet për të shmangur përplasjen, por pas insistimit të Ferës i ka treguar atij identitetin e personit që po e kontaktonte. Pas kësaj, Dorian Fera dhe kushëriri i tij Indrit Fera janë drejtuar drejt banesës së Denis Shumanit. Sipas hetimeve, ata e kanë dhunuar fillimisht me grushte dhe shkelma përpara se ta kërcënonin me armë zjarri. Autori dyshohet se i ka vendosur armën fillimisht në kokë dhe më pas në brinj, duke i qelluar një herë dhe duke lënë plagosur rënd. I riu është transportuar fillimisht në spitalin e Durrësit, ndërsa më pas është dërguar me urgjencë në spitalin e traumës në Tiranë, ku ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Ndërkohë, dy kushërinj të Fera janë larguar nga vendngjarja dhe vijojnë të jenë në kërkim. Policia në bashkëpunim me prokurorinë po punon për lokalizimin dhe arrestimin e autorëve të dyshuar, si dhe për dokumentimin e plot ligjor të kësaj ngjarjeje.